Shikues Blu, ju përshëndes nga edicioni informativ qendror. Do ta filloj me tragjedinë e rëndë të ndodhur në Durrës vetëm ditën e djeshme. Dhe pyetja që ngrihet automatikisht është ku t'i çojnë fëmijët. Tragjedia që ka trënditur Shqipërinë zbulon një të vërtetë të hidhur. Nuk është aksident, por krim kolektiv. Nga shoferit e sistemi, nga politikat e STJ-on që po vret çdo ditë sigurinë në rrugë. E nëse nuk ndalemi sot për të reflektuar, nesër do të jetë vonë. Për më gjatë, shënimi redaksional. Tragjedia që tronditi Shqipërinë zbulon një të vërtetë të hidhur, nuk është aksident, por krim kolektiv, nga shoferit e sistemi, nga politikat e STJ-on që po vret çdo ditë siguri në rrugë. Ku t'i çojnë fëmijët në një vend ku rruga nuk është më rrugë, por rrezik? Ku trotuari nuk është më hapësirë sigurie, por një vije holl mes jetës dhe vdekjes? Tragjedia që mori jetën e 2 fëmijëve nuk është aksident, është një gjëm kombëtare, është një akt terrorist ku një makinë në duart e një drejtuesi të papërgjegjshëm kthehet në armë. Por të ndalesh vetëm te shoferi ishte lehtë, e vërteta është më e rëndë. Ky është një krim që ka shumë autor. Sepse krimi nuk e bëri ai që kishte timonin. Krimi është planifikuar shumë herët. Ai nis me mënyrën si kemi ndërtuar qytetet tona, cep më cep beton, ndërtime pa plan, biznese që pushtojnë hapësirat publike, trotuar të zhdukur, rrugë pa sinjalistik dhe pa kontroll. Një urbanizim i egër i diktuar nga fitimi i shpejt dhe jo nga cilësia e jetës. Qytete të ndërtuar mbi lakmin, jo mbi sigurinë, mbi xhepin, jo mbi jetën. Në këto kushte, çdo fëmijë që del nga shtëpia është i ekspozuar ndaj një rreziku të përhershëm. Dhe zinxhiri i përgjegjësisë është i qartë. Nga arkitektët që projektojnë pa menduar për njeriun, tek ata që japin leje ndërtimi pa standarde, te institucionet që mbyllin syt përballë shkeljeve, te policia që shpesh nuk identifikon dhe nuk ndëshkon në kohë shkelësit. Dhe në fund te individi që zgjedh të hip në timon i dehur dhe me shpejtësi, duke rrezikuar jetën e të tjerëve. Ky nuk është një dështim i izoluar, është një sistem i prishur që ka lejuar këtë realitet të bëhet normalitet. Por tragjedia nuk mbaron këtu. Ajo vazhdon dhe në mënyrën si reagojmë ndaj saj, në vend që të ndalemi, të heshtim dhe të reflektojmë, e të lëmë kohë familjes dhe të afërmve të pikëllohen dhe të bajtojnë, ne nxitojmë ta kthejmë dhimbjen në debat politik. Etiketime, akuza i përkëdhelur i partisë e të tjera si këto, të dizenjuara për luftë dhe diversion politik në përkëmbin çdo traditë shqiptare dhe ndjenjë njerëzore. Por edhe media, si në këtë rast apo raste të tjera të ngjashme, nuk e kontrollon dot veten, por sillet si një kanibal, duke shpërndar pamje të rënda për klikime, duke kapitalizuar mbi dhimbjen njerëzore si hiena dhe shkaba. Kjo nuk është informim, kjo është humbje e ndjeshmërisë dhe etikës. Dhe pastaj vjen pyetja më e vështirë, po ne të tjerët, ku jemi? Pse heshtim? Pse nuk reagojmë kur shohim shkelje? Pse nuk kërkojmë llogari? Pse nuk ndërtojmë një kulturë rezistence qytetare? Heshtja jonë është pjesë e problemit, sepse kur shoqëria pranon gjithçka bëhet e lejueshme. Këta fëmijë nuk i vrau vetëm një shofer, i vrau një sistem i tërë pa përgjegjshmërie. I vrau një qytet që nuk është ndërtuar për të jetuar, por për të përfituar. I vrau mungesa e kontrollit, mungesa e ligjit, mungesa e reagimit. I vrau dhe heshtja jonë kolektive. Nëse nuk ndalemi sot për të reflektuar, nesër do të jetë vonë dhe tragjeditë të tilla kanë tendencën të përsëriten. Zëvendës kryeministri Albana Koqiu ishte sot pranë familjeve që kanë humbur fëmijët e tyre ditën e djeshme në zonën e Ish-Kënetës në Durrës. Në deklaratën e saj ajo theksoi se tragjedia duhet të shërbejë si një thirrje për më shumë përgjegjësi institucionale. Zonja zëvendës kryeministre, do informacion tuaj. Është një histori, le të respektojmë dhimbjen sot. Patjetër të gjitha të mallsa do merren. Zëvendës kryeministri Albana Koqiu, shoqëruar nga kryebashkiaja e Durrësit Emiriana Sako, ka bërë homazhe në familjet e 2 fëmijëve të mitur që ndërruan jetë tragjikisht në aksidentin e mesditës së ditës së diel. Koqiu shpreu dhimbjen për humbjen e të miturve, duke theksuar se kjo është një tragjedi që nuk mund të ngushëllohet me fjalë. Zëvendës kryeministri thekson se kjo tragjedi është një thirrje që na përball me nevojën për më shumë përgjegjësi dhe respektim të standardeve dhe ligjit. Sipas saj është nevojshme që të garantohen standarde të larta sigurie në çdo hapësirë, duke mos lejuar asnjë neglizhencë me pasojë të parikuperueshme për jetën. Kjo tragjedi është një thirrje e dhimbshme që na përball me nevojën e domosdoshme për më shumë përgjegjësi, për respekt të palëkundur ndaj rregullave dhe standardeve, ligjit, por mbi të gjitha për një ndërgjegje më të lartë njerëzore. Është detyra jonë e përbashkët të kërkojmë dhe të garantojmë standarde të larta sigurie në çdo hapësirë, duke mos lejuar asnjë neglizhencë me pasojë të parikuperueshme për jetën, ka deklaruar zëvendës kryeministrja. Prindrit mbajnë mbi supe një peshë që asnjë zemër nuk duhet ta njohë. E vetmja gjë që mbetet është të qëndrojmë pranë tyre dhe të lutemi që të gjejmë forcë për të jetuar me këtë plagë që do të mbetet gjithmonë e hapur.
Në këtë ditë të rëndë që ka troditur çdo familje shqiptare, ndava nga afër dhimbjen me familjet që humbën ëngjit e tyre, ka deklaruar Koçiu. Aksidenti i rënd u regjistrua mesditën e 3 majit në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ku 57 vjeçari Nikola Radaçi teksa drejtonte automjetin e tij, tip Mercedes-Benz ML me shpejtësi të lartë, përplasi 3 fëmijë të moshave 8, 10 dhe 12 vjeç që ndodheshin në trotuar. 2 prej tyre, 10 dhe 12 vjeçar, ndërruan jetën në vendngjarje, ndërsa 8 vjeçari u dërguar në gjendje të rëndë në spital. Drejtuesi i mjetit rezultoi në gjendje të dhëur në momentin e aksidentit, ndërsa ndaj tij rëndojnë akuzat për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen e 2 personave, drejtimi i automjetit në gjendje të dhëur dhe largim nga vendi i aksidentit. Do të vijojmë dhe duke ndryshuar atmosferën e zhvillimeve, Kryeministri Rama nga vendi ku do të mbahen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian në Yerevan, në Armeni, është përgjigjur interesimit të mediave të pranishme, ndërsa pjesë e samitit janë 48 kryetarë të shteteve dhe qeverive nga i gjithë kontinenti. Kryeministri Edi Rama ka mbritur mëngjesin e sotëm në vendin ku do të mbahen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian në Yerevan, Armeni, me pjesëmarrjen e 48 kryetarëve të shteteve dhe qeverive nga i gjithë kontinenti, si dhe për herë të parë me pjesëmarrjen e një vendi jo europian, Kanadas. Në mbritje, Kryeministri Rama ju përgjigj interesit të mediave të pranishme, cila është përparësia e Europës për negociatat me Bashkimin Evropian. Është një tjetër samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicje dhe shqetësimet tona të përbashkëta. Ndërkohë është një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin e Europës. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. Çfarë mund t'ju ofrojë Unioni vendeve që duan të antarësohen? Nuk ka të bëj me ofrimin e diçkaje për 2 apo më shumë vende, por ka të bëj me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëj me vetë Europën, me vetë Bashkimin Evropian. Një bashkim Evropian që nuk është i plot, është më i dobët dhe është më i cënueshëm se sa një bashkim Evropian i cili është i plot. Në vijim, Kryeministri Rama dhe delegacioni që shoqëronte u mikpritën nga Kryeministri i Republikës së Armenisë, Nikol Pashinyan. Himara ka përmbyllur me sukses 3 ditë festimesh në kuadër të çeljes së sezonit veror 2026. Mbrëmja e së dielës ka kulmuar me spektaklin e droneve, të cilët në ajër formuan instalacione që mahnitën publikun. Për kryebashkiakun Vangel Tavo, këtë vit Himara ka si pritshmëri të thuaj çdo rekord në numrin e turistëve. Himara ka përmbyllur me sukses 3 ditë festimesh në kuadër të çeljes së sezonit veror 2026. Në qytetin bregdetare dhe përgjatë së dielës u zhvilluan një sër aktivitetesh, të cilat në mbrëmje kulmuan me spektaklin e dronëve. Me qindra dronë u ngritën në ajër duke formuar instalacione të ndryshme që mahnitën publikun. Kryetari i Bashkisë së Himarës Vangel Tavo u ngjit në skenë duke theksuar se këto evente janë vetëm fillimi i një sezoni të suksesshëm, ku këtë vit Himara ka si pritshmëri të thyejë çdo rekord në numrin e turistëve. Në çeljen simbolike në fakt të një sezoni që në të vërtetë ka nisur shumë më herët, në përpjekjen e heshtur të përditshme dhe në ritmin e një qyteti që nuk pret verën për të punuar, por e ndërton atë çdo ditë. Kjo mbrëmje më mbush me një emocion të veçantë që buron nga prania juaj e jashtëzakonshme sot këtu, nga entuziazmi që ndihet në çdo hap dhe nga kjo çelje që jo vetëm i përmbushi, por i tejkaloi pritshmëritë tona. Këtë vit Himara dëshmon një prani rekord. Nuk jemi më një ndalesë rastësishme, por një destinacion i përzgjedhur me vetdije. Dhe kjo nuk është fryti i një rastësie. Është vazhdim i një rritjeje prej 25% vitin 2025 krahasuar me një vit më parë, një rritje që nuk ishte maja, por vetëm hapi i parë i një rruge më të gjatë. 2 muajt e parë të këtij viti e kanë bërë edhe më të qartë të prirje. Ritmi i vizitorëve është përshpejtuar, është bërë më i qëndrueshëm, më i sigurt, më i vendosur. Këtë vit kemi votuar buxhetin më të madh në historinë e Himarës, por më e rëndësishme se shifra është vizioni që e udhëheq. Një vizion
që e sheh turizmin jo se një sezon të shkurtër, por si një identitet të qëndrueshëm, një vizion i përqendruar në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, të agroturizmit dhe të gjithë ofertës së paketës tonë turistike. Por mbi të gjitha, kjo ditë tregon diçka më të madhe, se Himara është gjuar si një trup i vetëm, sepse vetëm së bashku, si përmarrësit, bizneset dhe bashkia mund ta çojnë këtë qytet përtej bukurisë së tij natyrore drejt një eksperience që nuk harrohet, por i kthehet çdo që vjen së paku një herë në Himar. Dhe për sa kohë të jem në krye të bashkisë së Himarës, do të jemi një mbështetje e fortë për çdo qytetar, për çdo sipërmarrje, për çdo ide që çon Himarën një hap më pranë elitës së turizmit botëror, aty ku ndoshta Zoti e kishte menduar që në fillim kur e bekoi me këtë bukuri natyrore. Sot, duke parë këtë shesh të mbushur dhe këtë energji, mund ta themi me bindje. Himara nuk po pret më verën si sezon, por ajo po e udhëheq atë drejt një turizmi 12 mujor. Mirë se erdhët në Himar, aty ku dielli pret detin. Më pas u ndan dhe 3 çmimet e para për fotografinë më të mirë nga Himara, një konkurs ky që grumbulloi me 10 fotografi nga fotograf profesionist dhe amator. Tu kemi 3 çmimet e para, të cilat vlerësojnë arritjet dhe këndin më të bukur të lentës atyre që kanë shkrepur një bukuri nga Himara. Do ta fillojmë me çmimin e vlerësimit, që është çmimi i publikut vendi i tretë. Vendi i tretë i jepet Algert Arizi. Kryetar, faleminderit për këtë aktivitet mjaft të bukur, faleminderit që promovon Himarën. Gjithë jugu i Shqipërisë ka pamje të mrekullueshme. Ftoj të gjithë të bëjnë sa më shumë foto, të promovojmë Shqipërinë, promovojmë jugun dhe sukses e kryetar. Këtë dedikim dhe këtë çmim unë ja dedikoj gjithë atyre që më votuan, familjes time dhe të juerës time. Wow, rrof dashuria! Një përshëndetje kam dhe për gjithë kolegët e mi gazetarët e Florës që po më ndjekin. Suksese, faleminderit. Aktivitetet u përmbyllën me koncertin festiv në mbrëmje ku për kënaqësinë e publikut vendas dhe qindra të huajve performoi këngëtari grek me famë botërore Konstantinos Argyros. Eventi mblodhi pas vetes mira spektatorë të cilët shijuan performancat live duke vlerësuar organizimin dhe aktivitetet për çeljen e sezonit. Where are you from? Belgium. You are for the first time here? Unë jam nga Belgjika, vi për herë të parë në Himar, zgjodha të vija këtu vetëm nga pamjet e bukura, nuk kërkova në internet, thjesht prenotova udhëtimin dhe erdha. Himara më pëlqen shumë, muzika është shumë e mirë, do të kthehem sërish këtu me siguri. Deti, ushqimet dhe pijet janë shumë të mira. Manchester in England. Oh, England, Manchester. Unë vi nga Manchester, Angli, jemi nga Manchester United. Është era e parë që vim këtu. Kjo është dita e dytë që qëndrojmë në Himar. Muzika na duket shumë e mirë dhe do ta shijojmë edhe në vazhdim. Himara na pëlqen shumë. Sot ishim në një bark, bëm një udhëtim, po shijojmë muzikën dhe po pim verë. Do të rikthehemi sërish këtu. Unë jam nga Belgjika. Është era e parë që jemi këtu. Më pëlqen shumë. Është një festival shumë i bukur me muzikë shumë të mirë. Himara dhe Shqipëria janë të mrekullueshme. Why in Himara this time? Why you are in Himara? It's just a holiday for our mates. We just Kemi zgjedhur Himarën në këtë periudhë pasi është koha jone e pushimeve. Dëgjuam që është shumë bukur këtu dhe vendosëm të vinim. Kemi ardhur si një grup shokësh. Himara na pëlqen shumë, koncerti shumë i bukur, mezi e kemi pritur. Muzika po shumë mirë, po e shijojmë. Mezi presim të rikthehemi sërish. yeah, you too. 3 ditë të ngjeshura me aktivitete nga 1 deri në 3 maj që mblodhen pranë vetes qindra persona mes tyre shumë të huaj nga vende të ndryshme të botës. Kjo ishte festa e çeljes së sezonit turistik në Himar. Për herë të parë në Himar, një peshkton gjigant për 120 kg i kapur në ujëra shqiptare është gatuar live në shesh si pjesë e çeljes së sezonit turistik. Ndërkohë ushqimi i përgatitur nga ky peshk u shpërnda falas për vizitorët dhe turistët e pranishëm në shesh.
Për herë të parë në Imar, një peshk ton gjigant prej 120 kg është gatuar live në shesh si pjesë e çeljes së sezonit turistik. Shefi kuzhinës Vionis Alushaj u shpreh se kjo është hera e parë që një peshk I këtyre përmasave përgatitet në publik në Imar, një iniciativë e veçantë për të sjellë një eksperiencë unike për vendasit si dhe turistët e huaj. Ta filetosh, e? Ta filetojmë. Ka rastisur ndonjëherë peshk kështu ton kaq I madh prap apo? Ka rastisur dhe më I madh. Dhe më I madh? Po, në fushën tonë të kuzhinës kemi rastisur dhe më të mëdhenj se ky. Bravo. Domethënë toni që jam te këty ne është I freskët. Po. Jo ka rëndësi. Shumë mirë, shumë mirë. Është një peshk gjigant dhe është hera e parë që do të gatuhet në formë të tillë në rrugë këtu në Imar. Po kjo është herë të parë që bëhet diçka e tillë në shesh në Imarës, sidomos në ditën e festivalit. Është një peshk I familjes Tono, ka një peshk që vjen 120 kg dhe arrin në gjatësi diku tek 1.60 gjatësia e tij. Besoj që gjithë e njohin si peshk dhe për vetit e tij që kanë omega 3 që është shumë I pasur. Ne sot do bëjmë filetimin e tij, do të demonstrojmë këtu live mes shesh mes njerëzve dhe më pas do të bëjmë disa pjata me Tono. Ku është kapur? Është kapur në detet tona. Në Saran, po nga peshkatarët tanë. Do të ketë mundësi që pranishmet ta shijojnë atë se çfarë do të gatuani? Po, do ta kenë të gjithë mundësinë që ta shijojnë. Peshku I llojit ton me peshk 120 kg është kapur në ujërat shqiptare, pranë Sarandës nga peshkatar vendas. E veçanta e këtij aktiviteti ishte në faktin se një pjesë e konsiderueshme e ushqimit të përgatitur nga ky peshk u shpërnda falas për vizitorët dhe turistët e pranishëm në shesh, duke e kthyer këtë moment në një festë të vërtet për të gjithë. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot një analizë vjetore për vitin 2025. Në fjalën e tij, kryetari I gjykatës Noel Veizi e quajti vitin 2025 fidues për shkak të mungesës së organikës dhe ambienteve të pamjaftueshme të gjykatës, ndërkohë që sipas tij numërohen shumë çështje të mbartura. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar analizën vjetore për vitin 2025. Të pranishëm në këtë takim ishin kryetari I gjykatës Noel Veizi, inspektori I Këshillit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani, anëtarët e kontrollit të lartë të gjyqësorit Emona Muçi e Bledar Bajri, kryeprokurori Elion Mustafaj, përfaqësues të drejtorisë vendore të policisë dhe aktorë të tjerë të sistemit. Në fjalën e tij, kryetari I gjykatës Noel Veizi theksoi se ky vit ka qenë sfidues për shkak të mungesës së organikës dhe ambienteve të pamjaftueshme të gjykatës. Gjatë punës në një territor me 6 bashki dhe një popullsi prej 240.377 banor, në gjykatën e Fierit rezulton një rritje e çështjeve të gjykimit, vepra penale 71.5%, ku dhuna në familje ka pësuar rritje, duke shënuar treguesin më shqetësues të 5 vjeçarit të fundit, ndërkohë që numërohen një numër I lartë çështjesh të mbartura. Në 6 mujorshin e dytë të vitit 2025, një pjesë e gjyqtarëve u transferuan. Kjo solli që të gjitha çështjet që këta gjyqtarë kishin të rishortoheshin me trupën gjyqësore e cila në një moment ngeli vetëm u përbër pra ngeli e përbër vetëm nga 8 gjyqtarë, çka solli dhe shkrirjen e seksioneve të gjykatës dhe gjykimin në seksione të përpashta, pra civile dhe penale. Derisa u rikthyen, pra u emëru Këshilli I Lartë Gjyqësor, emëroi gjyqtarët e rinj, çka I dhan një dorë të re pastaj gjykatës dhe arritëm që të evadonim çështjet dhe të kapnim këto shifra që kemi kapur sot. Totali I përgjithshëm I numrit 7942 çështje të përfunduara që parashtrova, 5677 çështje kanë qenë çështje penale themeli, penale të posaçme, kërkesa penale administrative. Ndërkohë 2265 çështje janë çështje civile. Këtë vit kemi një rritje të çështjeve për të cilat gjykata kanë dhënë vendime përfundimtare. Mungesa e ambienteve të sallave të gjyqit dhe konsultimit riktheu edhe një herë në vëmendje debatin e nevojës së gjetjes prej 15 vitesh të një sheshi për ndërtimin e një gjykate të re. Kryetari I dhomës avokatis Fier, Ermal Hamataj, theksoi se kjo problematik duhet të zgjidhet sa më parë. Gjykata e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier, jo vetëm që nuk ka ambiente për ata që ushtrojnë funksionin, por nuk ka ambiente as për ata që e vizitojnë për shkak të punës, që janë qytetarët dhe avokatët. Gjykata e Fierit me avokatët dhe me qytetarët është njësoj si të bjeri shi dhe të rish në diell dhe të nxjerrin dhe të dera kur vin IEVP-ja ose kur vin komisariati.
Në fakt, kjo nuk është thjesht shqetësuese, por është edhe e dukshme që sot në 2026, me një fond që nuk i kalon 500.000 lekë të reja, gjykata e Fierit duhet të ndërtoj një sallë pritje për avokatët. Mjafton 20 metra katror, 30 stola për të qëndruar atje që dhe ne të presim si qytetarë dhe profesionistë dhe mos ta vrasim mendjen se po na zë shiu, na zë dielli dhe do dalim te derë. Gjatë vitit 2025, numri total i çështjeve për gjykim ishte 10.764, ndërsa numri total i veprave të gjykuara 5.677, ndërkohë që u dënuan 971 shtetas, nga të cilat 17 të mitur. Në lidhje me vendimarrjen e gjykatës në çështjet me natyrë penale themeli rezulton se gjatë vitit 2025 janë dhënë vendime dënimi në total për 971 persona, në të cilën 923 janë të gjinisë mashkullore dhe 48 janë të gjinisë femërore, nga të cilat 17 janë të mitur në konflikt me ligjin. Për 63 persona, gjykata për vitin 2025 ka dhënë vendime pafajësie. Arqelur në Galerinë e Arteve në Vlorë, ekspozita homazh për artistin e popullit piktorin Skënder Kamberi. Ekspozita përkujtimore me fondet e kësaj galerie, e cila sjell një pjesë nga veprat e jashtëzakonshme të piktorit të madh. Ekspozitë homazh për artistin e popullit piktorin Skënder Kamberi, një ekspozitë përkujtimore me fondet e Galerisë së Arteve në Vlorë, e cila sjell edhe një pjesë nga veprat e jashtëzakonshme të piktorit të madh. Familjar, miq, piktor, por edhe drejtues të pushtetit vendor, vlerësuan një nga emrat më të mëdhenj të pikturës zlonjate dhe asaj shqiptare në një ekspozitë që do të vijojë të qëndrojë hapur në Galerinë e Arteve në Vlorë. Fëmijët e piktorit të madh Skënder Kamberi përcollën mes emocioneve falënderimet për këtë ekspozitë, si dhe vlerësimet për të pranishmit. Skënder Kamberi jashtë një histori e bukur brenda një universitar, po që nga e vërtet. Po, është e vërtet. Nuk ka mosh për të mos patur nevojë një prind të mrekullueshëm dhe jo vetëm. Skënder Kamberi është për artin një dhuratë perfekte, për ata njerëz që nuk dëshiruan dhe dëshirojnë artin bosh, por artin e Skënder Kamberit me nerv, filozofi, pasion, fuqi, thellësi. Në çdo vendosje të panelit ndjeshëm shpirti i tij, duke të vendosur përballë vetes një telajo me ngjyrat e krenarisë, dashurisë, dobësisë, shoqërisë, ju të gjithëve, sinqeritetin mbi të gjitha. Ka krijuar art të bukur, për të pëlqyer, por krijoi art edhe për të trazuar. Për institucionet përkatëse, për kryetaren, për të gjithë njerëzit që ka marrë pjesë në këtë organizim, si ata që janë prezent dhe ata që gjithmonë janë e hije, po që bëjmë punën më të madhe. Ka një falënderim për të gjithë njerëzit. Siç e shikoni, kjo është vetëm një pjesë e icebergut që ka bërë babai im Skënder Kamberi dhe ju ftoj ta shijoni këto vepra të artit dhe të shikoni. Piktorët Nestor Jonuzi dhe Agrondine e cilësuan Skënder Kamberin si emrin më të madh të pikturës vlonjate dhe asaj shqiptare, një artist që dinte të sillte përmes ngjyrave emocione të papërsëritshme, ndërsa piktoria Agrondine propozoi që kjo galeri të mbajë pikërisht emrin e Skënder Kamberit. Shiko, Skënderi është një univers më vete, është prodhim i kulluar i talentit të tij, me një intuit të jashtëzakonshme, me një dituri të fshehtë, i lindur, i ditur, siç lindin përgjithsisht talentet e vërteta, po që nuk njihet si dituri nga opinioni, mençuri edhe gjithë sisira, mbi të gjitha i sinqert, që është një shqip për të qenë artist. Sinqeriteti është para shpirt, Skënderi që shpirt i vërtet, shpirt, sepse arti ka ligje të tjera, piktura ka ligje të tjera, nuk është jeta. Ngjan me jetën, ushqehet nga jeta, po është jetë tjetër. Është duket edhe fati i artistit të vërtet që do kaloj patjetër në rrugë të vështira. Është pjesë e përvojës së thellë, asaj përvoje që nuk njihet as nga veti Zoti i përvojës, as nga vetë artisti, pa lënë ka të tjerët jo se jo. Po shpirtërisht është një biznes, sepse shpirti i tij është në veprat e tij. Ato që janë këtu dhe ato që janë në mbar Shqipërinë edhe më gjerë jashtë.
përveç atyre që ruhen si vlera kombëtare në Galerinë e Artit. Figura e Skënderit është një figurë, ashtu siç ata dhe Nestori, e papërsëritshme. Ai ruan originalitetin e vet, një vullnet i jashtëzakonshëm, një këmbgulje e jashtëzakonshme dhe i shqetësuar, që kur ka lindur i thoshe njëherë, deri sa ka mbyllur sytë, ai ka qenë i shqetësuar për pikturën, për artin. Dhe padyshim, çdo dashuri ai e dashuronte artin dhe çdo dashuri nuk bëhet pa dhimbje. Shpeshherë ai edhe Nestori dhe piktorët e tjerë kanë lënë pasdore edhe pjesë të familjes dhe të fëmijëve, duke ja përkushtuar gjithë përkujdesjen dhe shpirtin e tyre artit dhe pikturës. Vetëm kështu bëhen veprat. Dhe ai ishte i këtij kalibri që la vepra që do të jenë trashëgim, jo vetëm për brezit që janë gjallë, po edhe për ata që do të vinë në jetë. Dhe këtu në këtë ekspozit që janë ekspozuar një pjesë e vogël e veprave të tija, në këtë galeri, ma merr mendja që vite më vonë ka për të marrë emrin Galeria Skënder Kamberi. Vlerësime u shprehën edhe nga kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brynilda Mersini, e cila e cilësoi si një kolos të pikturës dhe theksoi se propozimi për emërtimin e galerisë me emrin e tij është një nder dhe vlerësim i merituar. Për baban tuaj, ke thënë një shprehje në fillim dhe ke thënë që ishte një histori e bukur. Skënder Kamberi ishte, është dhe do të jetë një nga historitë më të bukura të qytetit të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Uragani i ngjyrave të tij, unike, është pasqyruar në ato piktura ku ka paraqitur si asnjë tjetër historinë, karakterin e fortë të Vlorës dhe bukurinë e Vlorës. Do të jetë pa diskutim i paharuar për juve, por do të jetë i paharuar për gjithë qytetin e Vlorës dhe për shkollën e pikturës në gjithë Shqipërinë. Kanë qenë një nga kolosët, edhe më vjen shumë mirë që sot ndau emocionet Nestori, Agroni dhe këtu ke dhe gjithë piktorët e papërsëritshëm të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. I paharuar dhe shpresoj fort që propozimi për emrin që do të jetë krenari dhe nder për gjithë ne i Skënder Kamberit ta tjetërsojmë edhe në institucionet tjera. Ekspozita omazh për artistin e popullit Skënder Kamberi u çel sot në Galerinë e Arteve në Vlorë duke sjellë për publikun punimet e jashtëzakonshme të piktorit të madh. Vjojnë punimet e restauruese në Galan e Boshit, të cilat janë përqendruar në përforcimin e masivit shkëmbor mbi të cilën ngrihet xhamia, stabilizimin e shpatit si dhe ndërhyrje përforcuese në rrugën hyrëse të Kalas, me qëllim rritjen e potencialit si destinacion kulturor të Kalas. Në Kalan e Boshit prej disa muajsh po vijojnë punimet restauruese, të cilat janë përqendruar në përforcimin e masivit shkëmbor mbi të cilin ngrihet xhamia, stabilizimin e shpatit për sigurinë e vizitorëve, si dhe ndërhyrje përforcuese në rrugën hyrëse të Kalas për të përmirësuar aksesin. Kemi të bëjmë me një sit i cili lidhet me histori, gjetje, mure perimetrale të deri 2500 vjetëve më parë. Po, datojnë që për 2500 vjetësh përpara fillimit qytetërimit në Bosh dhe më pas në një periudhë të caktuar në periudhën bizantine, muret janë reduktuar dhe kemi këtë mur rrethues të kësaj kalaje që ne po vizitojmë sot, ku gjatë periudhave të ndryshme ka patur shumë ndërhyrje për duke dëmtuar shumë kalan, por gjatë kësaj ndërhyrje restauruese që ne po kryem tashmë kemi sjellë në dritën e vizitorit të gjithë elemente që ka patur kjo kala. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha inspektoi punimet që synojnë jo vetëm ruajtjen e monumentit, por edhe garantimin e sigurisë së tij afatgjat. Fillon që nga sigurimi i aksesit për në Kala dhe sigurimi i rrugës hyrëse për në Kala, përforcimi i shkëmbit, mbi të cilën është mbështetur xhamia, i cili është shumë i aksidentuar, edhe konservimi strukturor, stabilizimi strukturor i xhamisë, e cila kishte çarje të shumta që rrezikonin edhe dëmtimin e vetë xhamisë, por edhe pikturat që ka brenda, dhe stabilizimi strukturore në disa nga pikat e Kalas e mureve të cilat ishin të dëmtuara dhe kishin çarje të mëdha, si dhe konservimi i të gjithë mureve perimetrale, por të gjitha strukturave që janë brenda.
Kemi të bëjmë një objekt I cili lidhet me histori, gjetje mure perimetrale të 2500 viteve më parë, tha ministri duke inspektuar kalan e Borshit, ku gjatë periudhave të ndryshme ka patur edhe ndërhyrje, të cilat edhe kanë dëmtuar kalan. Nuk është fjala për një projekt do si do, që këtu bëhet fjalë për një edhe nga pikpamja e kontraktorit dhe pikpamja e kontratës, pra një kontratë shumë delikate, me shumë licenca dhe eksperiencë restaurimi. Këtu ka qenë nevojshme të kemi shumë ekspertizë, meqense është kaq I rrallë dhe I vështirë dhe I komplikuar si proces. Ne kemi ekipin e ekspertëve të konservuesve, të cilët merren me konservimin e kulturave morale që janë brenda në xhami. Ndërhyrja aktuale është shumë komplekse, pasi vështirësitë fillojnë që nga sigurimi I rrugës për në kala, për forcimin e shkëmbit mbi të cilin është vendosur xhamia, si dhe stabilizime strukturore të tjera. Një komponent I rëndësishëm I projektit është po ashtu edhe stabilizimi strukturor, si dhe konservimi I vetë kalas, rjetëzimi I mureve, bedenave, si dhe restaurimi I xhamisë ku po kryen ndërhyrje në muratur, për forcim të elementve të dëmtuar, si dhe restaurim të pikturave murale, duke ruajtur autenticitetin si dhe vlerat historike të saj. Paralelisht procesi pastrimit të bimësisë dhe largimit të materialeve të rënojave kanë nxjerrë në dritë element të rinj me rëndësi të veçantë historike, siç janë sterat për mbledhjen e ujit të shiut, gjurmë të ndërhyrjeve të fillimit të shekullit të 20, si dhe struktura edhe më të hershme që pasurojnë leximin historik të sitit. Gjatë gërmimeve sondazhe arkeologjike, ne kemi gjetë një numër shumë të lartë banesash, të cilat varojnë nga 1 deri në 2 kate, të cilat në disa 3 prej tyre kanë edhe stera uji. Që ka dalë në dritë komplet totalisht dhe ndërkohë njerëzit nuk e dinë këtë gjë, pra ne edhe ne jemi këtu sot dhe bëmi një inspektim që nuk është vetëm teknik, por është edhe promovues, por që nga jashtëzakonshme tani Pervin e kupton vetë nga pikpamja e bashkisë çfarë rëndësie ka kjo për turizmin dhe për aksesibilitetin e atyre që duhet vinë këtu në momentin që pushojnë në Imar apo kudo në Shqipëri, nëse është e mundur, pra kemi poshtë nevojë për parkim, kemi nevojë për një sistem me bagi, ndoshta elektrike se malorja është shumë e fortë, për të ndihmuar ata që janë më të moshuar ose me fëmijë, dhe duhet bëjmë gjithçka mundemi që ta bëjmë të aksesueshme. Nuk duhet të harrojmë edhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit për punën e shkëlqyer që bën, që është një nga zbatuesit më të mirë në Republikë. Duhet ta përmendim edhe rëndësinë që fondi po I jep këtyre projekteve dhe duhet vazhdojmë me këtë rrugë. Këto zbulime tregojnë se ndërhyrja shkon përtej restaurimit fizik, duke kontribuar edhe në njohjen më të thellë të historisë së kalas, si dhe rritjen e potencialit të saj si destinacion kulturor. Punimet po zbatohen duke u monitoruar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Vlorë, fale dhe financimit nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Synohet edhe vijimi një menaxhimi të integruar me Bashkinë e Himarës për transportin e gjelbër të turistëve, përmirësimin e lagjeve poshtë kalas, si dhe promovimin turistik. Luhet të martën në Vlorë, ndeshja me Partizanin që vlen titullin kampion dhe objektivin kryesor të sezonit për flamurtarin në basketbol për femra. Përpara takimit final, lojtarët Reshpja Moqenji dhe Madi Klaus shprehen besim plot se skuadra do të tregojë më të mirën. Ndeshja që vlen titullin kampion dhe objektivin kryesor të këtij sezoni për flamurtarin në basketbol për femra do të luhet të martën në orën 18 në Pallatin e Sportit në Vlorë. Përballë do të jetë Partizani në takimin e tretë final, ku padyshim kërkohet edhe mbështetja e publikut vlonjat. Për basketbollistët e flamurtarit, kjo ndeshje ka një rëndësi të veçantë, pasi duhet vijuar në rrugën e fitoreve, edhe pse përballë kanë një kundërshtar të fortë siç është edhe Partizani. Lojtarët e ekipit të flamurtarit, Reshpja Moqenji dhe Mad Klas, shprehen besim plot se skuadra do të tregojë më të mirën, ashtu si dhe 2 ndeshjet e para, me synimin për të kurorzuar kampione ditën e martë. Parashikoj një ndeshje shumë vështirë, është rival I fortë për ne. Rezultatet flasin vetë, ku ndeshjen e dytë fituam me shumë pak pikë, kështu që nëse duhem fitojmë, kështu që thrasin gjithë tifozat vlonjat, kudo që nollen, që të vinë dhe ta mbështesin edhe dalim kampion. Përveç se është ndeshja më e rëndësishme pothuajse gjithë kampionatit, është edhe ndeshja me më shumë emocione, prandaj ne duam që të vinë tifozat të na mbështetësin dhe të bëjmë pjesë e emocioneve tona që ne të arrijmë titullin kampion. Pasi për këtë kemi luftuar gjithë kampionatin. E vështirë, megjithatë. Si vlerësoni kundërshtarin? Partizani është një skuadër e fortë, e tregoi dhe ndeshjen e kaluar, pra ndeshjen e dytë.
por mendoj që këtu në Vlorë ne me motivimin dhe dëshirën, pothuajse edhe me mbështetjen, ne do arrijmë qëllimit shumë mirë dhe shumë lehtë, besoj. Yes, it is. We love the city of Vlorë and we would love all of you guys to come support us in the game tomorrow. Unë dua qytetin e Vlorës dhe dua që të gjithë tifozat vinë dhe të na mbështesin. Si e shikoni ndeshjen? How do you see this game? I see it as a championship. We're going to leave with a cup. E shoh si një ndeshje shumë të fortë dhe do dalim me fitore. Dy ndeshjet e para të zhvilluara fillimisht në Vlorë dhe në Tiranë janë fituar nga Flamurtari, i cili kryeson serinë në shifrat 2-0. Ndeshja e tretë merr kështu një rëndësi të madhe pasi një fitore do ta shpallte ekipin vlonjat kampion, duke përmbushur kështu dhe objektivin kryesor të këtij sezoni, pas fitimit më parë edhe të dy trofeve të tjerë, siç është Kupa e Shqipërisë dhe Superkupa. Ju falenderoj që na ndiqni. Mirupafshim.